Assalamu alaikum, jam penduar, thot mbrëm për një mëkat, edhe pse lotis më doli nga lodhja, zemra më dridhe nga pendimi. Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Po nuk është kusht që kur pendohesh pra njeriu të qaj. Me rëndësi është që të heqësh dorë prej atij mëkati, të ndjesh pendes dhe ta urresh kthimin në atë mëkat. E nëse është pra diçka e dikujt, një padrejtësi që i ke bërë dikujt, me ja kthy atë. Allahu subhanahu wa ta'ala i do ata që pendohen. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dhe pendohuni tek Allahu që të gjithë ju o besimtar, në mënyrë që të shpëtoni. Allahu i lartësuar i do ata që pendohen. Kështu Zoti i gjithësisë na tregon në Kur'an. Prandaj, me rëndësi është që të pendohesh, të ndjesh faj për atë gabim që ke bërë, të reflektosh të keqen, me pasu me të mirë, bëhet shkak pra që të fshihet ajo e keqe.